funksioni ministrit nuk është as një lloj e drejtë themelore e njeriut. Nuk përfshihet kërkum përveç se në mendjen e smur të hajdutëve Rama Balluku. Mbrojtja quhet e plot nëse respektohen këto dy kategori. Pra, liria në çfarëdo lloj dhe kontrolli banesës. Por ushtrimi i detyrë ekzekutive nuk është pjesë e funksionit normal të deputetit, si një i zgjedhur me ligj elektoral dhe përpasoj mbrojtja nga pezullimin detyrë nuk është përfshirë në garancitë kushtetuese. Nuk është përfshirë. Këta shkojnë edhe dhije zgjebosur, edhe bikshtin e majnë përpjet. Guxojnë dhe t'i drejtojnë edhe gjykas pas janë kapur me presh në dorë. Për këta arsye, ne 103 fraksion 3 i jep ministrit mbrojtjen kushtetuese të neni 73 të kushtetutës dhe jo garanci që rrjedhin nga kodi i procedurës penale dhe që lidhen me zgjedhshmërinë e tyre si përfaqësues nga kodi, i procedurës dhe që lidhen me zgjedhshmërinë e tyre si përfaqësues të popullit. Neni 245. I kodit të procedurës penale dhe në radhë të parë i zbatueshëm për ekzekutivin, funksionarët publik. Dhe ky nuk mund të jetë nen që është i mirë për zyrtarët e dorës dytë apo zyrtarët e lartë, por jo për ministrat. Jo për ministrat. Se ndryshe do të quheshim ferme e derrave e George Orwellit, ku derrat janë gjithë barabartë, po disa prej tyre janë më të barabartë se të tjerët. Sa për kujtes, unë vetë kam argumentuar se detyrimi për paraqitje dhe heqja e të drejtës për dalje jashtë shteti janë kufizime të lirisë. Pra, si marrja e pasaportës, pra si heqja, si detyrimi për paraqitje dhe mos lejimi për dalje jashtë shteti, këto janë kufizime të lirisë. Dhe kur unë protestova, kur unë i kundërshtova, gjykata kushtetuese dhe qeveria, parlamenti mbrojti se ajo është një masë e drejtë që buron nga kodi i procedurës penale dhe se deputeti nuk është i mbrojtur. Në atë kohë ja u thash, do të kapni kokën me dorë, po le ta kapin, le të shkulin kokë hunë dhe vesh, se e meritojnë. Sa për mua, unë rikujtoj këtu, se në vitin 2012, kam dërguar në parlament ligjin i cili hiqte çdo lloj mbrojtje deputetit. Nda edhe unë, pra, në qoftë se bëra rekursin, e bëra në respekt të kushtetutës dhe absolutisht të asnjë problemi personal të Sali Berishës. Por, këta nuk kapen me të drejtat që janë cënue. Lubi Balluku nuk lëviz dot. Lubi Balluku detyrohet të paraqitet, s'ka rëndësi kjo. Pezullimi, synë kërku. Asnjë të drejtë. S'ka asnjë lidhje me imunitetin. Ka lidhje me hajdut që përpiqen të mbrohen me çdo kusht, si të mbyturit që kapen pas fijes barit. Në fakt, në rastin tim gjykata vendosi, si thash ndryshe, por vendosin kundërshtim me Konventin Evropian të Drejtave të Njerëzit dhe gjykimet e gjykatës ndërkombëtare të drejtave të njerëzit në Strasburg. Po unë, kjo është tjetër punë.
masat e sigurimit personal ndahen në masa shtërnguese. Tani nuk po lexoj këtu se janë nenet të cila ju referova dhe nuk besoj të ketë interes për por tani kam një pjesë tjetër shumë interesante. Këtë do ja uçoj si ju sigurisht. Ju lutem pak. Dëgjoni pak. Mashtrimi publik kombëtar dhe ndërkombëtar i bashkëhajdutit të Lubi Ballukut në konferencë me komisioneren Marta Kos. Pezullimi është vendim i një gjykate që ne do ta përcjellim në gjykatën kushtetuese si një akt brutal ndërhyrje në pavarësinë e pushtetit ekzekutiv. Nuk bën vaki në Bashkimin Evropian. Dëgjoni, duke patur dëshmitar edhe ambasadorin dhe komisioneren thotë çfarë kriminali gjakftoft është se si shprehet se nuk bën vaki kur në Bashkimin Evropian. Dëgjoni tani. Zullohen funksionet. Është unike në historinë e Evropës kjo. Ja tu japun tani. Edhe një lutem më para. Vaki në Bashkimin Evropian. Edhe një para. Është vendim i një gjykate që ne do ta përcjellim në gjykatën kushtetuese si një akt brutal ndërhyrje në pavarësinë e pushtetit ekzekutiv. Nuk bën vaki në Bashkimin Evropian që njerëzit pezullohen funksionet. Është unike në historinë e Evropës kjo, duke qenë të zgjedhur. Nuk bën vaki në Bashkimin Evropian që kryetarët e bashkisë të merren nga zyra dhe të çohen në burg pa gjyq dhe të mbahen në paraburgim. Tani, u thëmë qytetarëve dhe ju të nderuar gazetar se ky është një mashtrim banal ordiner. Sepse në vendet e Bashkimit Evropian, jo në një, por në një numër rastesh, janë vendosur masat e pezullimit para vendimit përfundimtar të dënimit nga gjykata. Dhe kjo ka ndodhur në Rumani, ka ndodhur në Itali, ka ndodhur në Francë, ka ndodhur në Kroaci, ka ndodhur në Spanjë, ka ndodhur pra në një seri vendesh. Ministrat janë pezulluar gjatë kohës që kanë qenë në hetim. Konkretisht. Afroja pak të lexoj dhe emra tani. Dan Shova, në 2015, Ministri Transporti i Rumanisë, mas ndalimin nga ushtrimi profesionit publik. Ministër, nuk mund firmoste ose të ushtronte kompetenca administrore. Prap Rumania, Elena Udrea, 2015, kufizim funksionesh nga gjykata përkatëse e Rumanisë. Pezullim funksione gjatë hetimeve. Imagjinojnë për 1 minutë, pa i komunikua akuzën akoma, gjatë hetimit. Rumania, Darius Valko, ndalim ushtrim funksionesh publike, ish ministër financash, Valko, humbi kompetencat ekzekutive. A e dini ju, që të njëjtën fat pati edhe probatimi e Edi Ramës dhe Taulant Balls, Ponta. Pa i çbëri, a i sa e mori vesh që gjykata po e pezullon të dha dorëheqjen. Eksakt, kryeministër. Ponta, kryeministër. Se ishtë në hetim, aje kuptoj që gjykata po merr të vendimin dhe pa marrë vendimin, a i dha dorëheqjen. Por gjykata po vendoste. Pse? Sepse neni, 227 nuk ekziston vetëm kodin e procedurës penale të Shqipërisë, por ekziston në kodin e procedurës penale të shumë vendeve tjera. Vazhdojmë me tutje. Italia.
Italia. Nunzia di Girolamo, Ministro Bujqësisë 2014, interdicione kautelare, u detyruat e vendosi gjykata ndalimin për kujdesor, të themi, dhe dha dorëheqje iku nga detyra, se nuk ishte lubi, ishte tjetër. Franca ka një gjykatë. Tani, një minutë, do bëj një sqarim se është shumë i rëndësishëm. Para reformës në drejtësi, në Republikën e Shqipërisë, me të gjithë personat me imunitet, merrej gjykata e lartë, merrej gjykata supreme, gjykata e lartë. Ligjet e reja këte kompetencë ja kaluan dhe prokuria e përgjithshme, ja kaluan skapit partisë dhe gjykatës speciale, ligjet e reja. Pra, Franca ka një gjykatë të posaçme. Ku është Franca? Ka një gjykatë të posaçme për gjykimin e zyrtarëve të lartë, për gjykimin e zyrtarëve të lartë. Dhe, në vitin 2010, Christian Blanc, Ministri i Planifikimit Rajonal, është suspenduar, suspension, në French. Dhe kur, jo gjatë akuzës, jo pas akuzës, gjatë hetimit, çfarë thot tani? Si mund të dalë ai, pa kur ke vjedh del të spyet për asgjë më. A është kryeminist ai del para gazetarëve thot, s'ka ndodhur në botë. Po. Tjetër. Charles Pasqua, ministri i brendshëm, masa kur de justice républicaine, quhet kjo e Francës. Mas kufizuese, pezullim kompetencave. Dhe ka qenë një nga ministrat më qendror të qeverive franceze të qendrës djathtë. Tjetër, Belgjika, Willy Klaus, ish sekretari përgjithshëm i NATO-s. Ministri i jashtëm i Belgjikës më pas. 1995, masa paraprake gjatë aferës Augusto, pezullim de facto para dorëheqjes. Ai ishte njëri me kredenciale, ai dha dorëheqjen, po ju vendosen masat. Po, tani, a mund të imagjinoni nëse gjykata vendos masën e pezullimit e Dirama të jap dorëheqjen siç bëri Ponta kur në Kurrës. Edi Rama është i aftë, sepse Edi Rama janë kaq të inkriminuar këta, kaq shumë kanë vjedhë sa që këta nuk gjejnë një sekond qetësi në shpirtin e tyre. Ja pra, Belgjika, Willy Klaus, Kroacia, Ivan Vrdoljak, ministër i ekonomisë, masat përkohshme gjyqësore, pezullim de facto gjatë hetimeve. Spanja ka disa. Izraeli, një ministër kishte ndodhur që kishte bërë aktin e Irina Gjoks. Nuk kishte deklaruar dënimin. Gjykata brenda automatikisht e shkarkoi nga ministër. Po, nuk po shkoj në Pakistan, Imre Khan, sa aty kishte probleme tjera. India, gjykata e lartë, sepse në kushtetutën e Indisë është gjykata e lartë ajo që trajton aferat, dosjet e ministrave dhe të zyrtarëve të lartë. Pra, siç e shifti, mbrojtja nuk ka akt më të turpshëm se dy hajdut sot në gjykatën kushtetuese në një kohë kur ligji shqiptar
ligji europian, praktika europiane, është e tillë, po ju mund të thoni po vendet tjera, po Gjermania, po nuk ndodh kur në Gjermani që të dalë një skandal dhe të mos jap dorëheqjen. Nuk ndodh ndonjëherë kjo. Nuk ka nevojë atje të pezullohet sepse ikin vetë. Nuk ndodh kjo në Suedi, nuk ndodh kjo në Austri, nuk ndodh kjo në këto vende. Atje unë nuk njoh legjislacionin, po atje nuk ndodh, ndaj dhe nuk ka raste të citohen. Por të mos citua pastaj ligjin Severino, që është ligj i jashtëzakonshëm, po u ndala me këto për të faktuar shqiptarëve se çfarë janë të aftë të bëjnë dy bashkhajdut, se çfarë mashtrimesh, se si u shesin për pjekët e të mërshme për vjedhjet, për të mbrojtur nga vjedhjet e tyre si standarde europiane. Akti turpshëm. Faleminderit. Kam vetëm një pyetje.